Në kuadër të përkujtimit të vdekjes së Gjergj Kastriot Skënderbeut, nxënësit e shkollës 9-vjeçare Gjok Shqiptari kanë bashkëpunuar për realizimin e këtij aktiviteti me vlerë historike, kulturore dhe edukative. Përmes krijimtarisë artistike, grupi i Art dhe Zeje, në drejtimin e mësues Genti Guxholli, ka sjell figurën e Skënderbeut të pasqyruar në punime në telajo, duke nxitur shprehjen estetike dhe ndjenjen e krenarisë kombëtare. Mësuesja e historisë, Raimonda Binishi, ka udhëhequr nxënësit në njohjen e jetës dhe veprës së heroit kombëtar, duke theksuar rolin e tij në historinë shqiptare dhe rëndësinë e kujtesës historike. Ndërsa mësuesja e shkollës qendër komunitare, Mimoza Blacëri, ka kontribuar me përshkrime dhe reflektime të shkurtra nga nxënësit, duke forcuar lidhjen mes shkollës, komunitetit dhe vlerave kombëtare. Gjergj Kastrioti Skënderbeu vdiq më 17 janar 1468 në Lezhë pas një sëmundjeje. Vdekja e tij shënoi një humbje të madhe për shqiptarët, pasi ai ishte udhëheqësi kryesor i rezistencës kundër perandorisë osmane dhe simbol i bashkimit, trimërisë dhe lirisë së kombit shqiptar. Pas vdekjes së tij, qendresa shqiptare u dobësua, por figura e Skënderbeut mbeti përgjithmonë e gjallë në historinë dhe kujtesën kombëtare.